Presidenti i Kinës Xi Jinping dhe Vladimir Putin shkëmbyen letra urimi të dielën përpara vizitës së presidentit rus në Pekin këtë javë, 4 ditë pas vizitës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Pekin. Presidenti Xi Jinping tha se bashkëpunimi dypalësh midis Rusisë dhe Kinës ishte thelluar dhe forcuar vazhdimisht me këtë vit që shënon 30 vjetorin e partneritetit strategjik të dy vendeve, sipas medias shtetërore kineze. Vizita e presidentit Putin në Pekin është planifikuar të martën dhe të mërkurën. Të dy drejtuesit janë takuar në më shumë se 40 raste, duke të i kaluar takimet e Xi Jinping me udhëheqësit perëndimor. Tregtia dypalëshe e Kinës dhe Rusisë është rritur në nivele rekord që nga viti 2022 me Kinën që blen më shumë se 1/4 e eksporteve të Rusisë. Pekini ka bler më shumë se 367 miliard dollar lënë djegëse fosile ruse që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Një artikull i botuar në tabloidin kinez të medias shtetërore Global Times të hënën nënvizonte se vizitat e presidentëve të SBA-s dhe Rusisë tregojnë se Pekini po shfaqet me shpejtësi si pika qendrore e diplomacisë globale. Vizitat e renditura ngushtë kanë ngjallur vëmendje të gjerë me analistët që vënë dukje se është jashtëzakonisht e rrallë në epokën pas luftës së ftohtë që një vend të pres udhëheqësit e SBA-s dhe Rusisë njëra pas tjetrës brenda një jave, thekson Global Times. Marrëdhënia e thelluar e Kinës me Rusinë ka qenë një shkak shqetësimi në perëndim, veçanërisht që kur Moska nisi një pushtim të plotë të Ukrainës në vitin 2022, mbështetja ekonomike dhe diplomatike e Kinës për Rusinë që atëherë ka ndihmuar në vazhdimin e konfliktit, sipas diplomatëve dhe analistëve perëndimor.